Katër shkurt. Ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Natyrisht që do të kem në fund të emisionit me Tanush Mulletin pikërisht për katër shkurtin, masakrën, por nuk janë shumë se 20 e sa vetë vrarë dhe propaganda komuniste me gjuhën e një njeriu pa asnjë lloj intelekti si Balla vazhdon me 84 vrarë. Dhe kem në fund. Ndërkohë, një ulje dhe tallje protokolli me ministrin e jashtëm të Ramës, që duket që vetë Rama e ka tallur, ambasadori i saj, Inike Bushati, i ka siguruar një takim në një godinë ngjitur me Shtëpinë e Bardhë, godina ku është Këshilli i Sigurisë Kombëtare, me një ish kolonel i cili mbulon Rusin dhe ka dëshira të mëdha të takojë gjithkënd që vjen. Fakti që ajo mund të jetë përshëndetur me disa nga punëtorët e ndërtimit, thuhet dhe nga roja e parkingut, një afrikan-amerikan i cili e ka gabuar, ka kujtuar se është Kamala Harris, ka dashur ta përqafoj, tregon që niveli është shumë i ulët. Mua do të më vinte shumë mirë që ajo takonte sekretarin Rubio. Ka ende ditë, por nuk fillon takimet me një nivel të ulët, e cili më kujton Recep Mejdanin, presidentin e NATO-s në 97-ën, që vinte në Amerikë dhe takonte në sekretarin Pickering. Kaq. Pra mesazhet janë të qarta se si të ofendojnë ky vend i madh. Ndërkohë që ministri i jashtëm i Jugosllavisë, i Serbisë, është takuar me Rubion dhe ka nisur për marrëveshjen strategjike midis këtyre dy vendeve. Do të doja që Kamala Harris, shqiptare, pra Spiropali, e cila sponsorizohet nga Mane dhe ka dyshime nga agjencitë amerikane që pastrojnë miliona dollar në Kanada, të takojnë me sekretarin Rubio. Ka shumë gjasa që tjetë të mëngjesi lutjes. Nesër Trump do të tallet përsëri me ata që paguajnë biletat shtrenjta për të pasur lajmin e madh që po vjen të mëngjesi lutjes. Trump do dremishte rotunda Capitol Hill si vjet dhe këta të ardhur që blenë me bileta të shtrenjta do të shikojnë me ekran fantastik Super HD tek halli i hotelit Hiltonit. Ka mundësi që Spiropali mund të jetë dedikuar nga parkingu. Ka ikur koha që të mashtrosh shqiptaren me foto të tilla. Nuk funksionon. Ndërkohë që Rama, mbasi hiqet se çifuti global, sot ka shkuar në Vatikan, turp për Vatikanin. Mendimi im, Rama nuk ka vlerësuar martirët e kishës katolike, është tallur me ta, kur pa të ardhur Papa vizitë në Shqipëri, nuk ishte foto e Patër Anton Arapit Madh. Por kjo ardhje e Spiropales në Washington, e sponsorizuar pa diskutim nga armiqtë e Ramës, tregon edhe një herë që janë në kërkim të zvendësuesit të Ramës. Rama ka kërkuar që Ditmir Bushati të vijë si zëvendës kryeministër, amerikanët i kanë thënë jo. Por nga ana tjetër Spiropali ka filluar të ndjehet në ekstaz mbasi eliminoi Ypin dhe mund të ishte ajo kandidate për kryeministre, por kushdo qoftë, edhe Fatmir Xhafa, tjetër Talan Balla apo Seçineja, do të ishte një lajm i mirë për Shqipërinë, për të hequr ato idiotësitë e qeverive teknike nga forumet politik të në Shqipëri. Shqiptarët duhet ta kuptojnë që Rama nuk ikën me votë. Rama ikën me forcë, ashtu siç kanë ardhur në 97-ën dhe me vjedhje të vazhdueshme të votave. Dhe po shikojnë se ç'po ndodh në Iran. Trump i mashtroi fillimisht, i tha që ndihma po vjen, janë vrarë mbi 30.000 vet. Marrëveshja në Iran është ndryshimi i regjimit. Shumë gjëra kanë ndodhur që nga qershori. Koha e shkëmbimeve ka kaluar. Trump me ndryshime të rëndësishme, së pari në qershor programi bërthamor i Iranit u shkatrua dhe niveli i lartë ushtarak u shkatrua nga sulmet e Izraelit më pas nga amerikane, duke ekspozuar dobësinë e madhe që ekziston Zot, megjithse i dërguari i SBA-s, Witkoff u kthye në lindjen e mesme të martën dhe pretendon se do të ketë bisedime të reja. Zoti Trump, para luftës të 12 ditore të qershorit, i tha Ayatollahu Khamenei's për të shmontuar programin e tij bërthamor. Udhëheqësi suprem refuzoi, kështu që Jeruzalemi dhe Washingtoni e bën këtë duke varrosur materialin bërthamor dhe duke i dhënë një mesazh të madh. Tani janë çuar njerëzit dhe po vriten. Gjithashtu Amerika po kërkon kufizimet programit raketor të Iranit, ndërprerjen e mbështetjes së tij për përfaqësuesit terroristë. Të dyja janë ide të mira, por ato do të përbënin premtime në letër
që Ajatollahu nuk ka gjasa t'i mbajë. Siç e dini iranianët, ky regjim është i gatshëm të varfërojë dhe rrezikojë vendin për të ndjekur një politikë të jashtme, vdekja Amerikës, vdekja Izraelit. Është një regjim i vendosur për të përhapur revolucionin, jo për të jetuar në paqe me fqinjit. Çdo lehtësim i sanksioneve do të thyente besimin e protestuesve, të cilët mbështesin premtimet e zotit Trump dhe do t'i zgjaste regjimit një litar shpëtimi, ndërsa ai është në prag të dështimit dhe të rënit. Gjithashtu, do t'i tregonte rajonit se SBA, presidenti, mbylli syt që do të kishte pasoja dëmtuese për 3 vitet e ardhshme të presidencës Trump. Pyeteni Barack Obamën për vijën e kuqe kur përdori tek armët kimike në Siri dhe dështoi. Dhe më pas ndodhi Ukraina. Patëm gjakderdhje, tragjedi. Ekziston një mënyrë më e mirë për presidentin Trump të ndihmojë protestuesit të rrëzojnë Ajatollahun, mos i shtypni shpresat e popullit iranan. I jepini atyre besimin për të vazhduar të shtyjnë kundër një regjimi që nuk ka përgjigje tjetër përveç plumave për çdo problem. Nëse regjimi revolucionar i Iranit bie, i gjithë rajoni përmirësohet. Kina dhe Rusia humbasin vijën e tretë në boshën e tyre të kundërshtarëve të Amerikës. Çmimi i naftës është më i ulët sot se sa ishte në fillim të luftës 12 ditoren qershor, dhe Amerika ka mundësi për të zbutur përçarin. Regjimi i Iranit dhe përfaqësuesit e tij janë në pikën e tyre më të dobët, dhe populli po pret zotin Trump për të krijuar mundësinë e tij, dhe kjo është mundësia më mirë për ta shfrytzuar. Pra, janë amerikanët, natyrisht që CIA dhe Mossadi organizuan protestat. Tani duhet goditja ushtarake nga zoti Trump. Një rol të madh ka edhe Netanyahu, i cili në datën 18 shkurt do të vinë në Shtëpinë e Bardhë. Kalkulimet janë me botën arabe. Trump, në qoftë se nuk është i vendosur, do të bëjë të njëjtin gabim si Barack Obama, i cili vendosi vit kuqe dhe nuk e mbajti. Për vit kuqe mbajt Bushi plak në Kosovë, kur i tha Slobodan Miloševićit që vija kuqe është këtu, në Kosovë nuk do të shkoni. Dhe Kosova shpëtoi. Pra, vetëm me protesta, ç'po ndodh me gjykatën kushtetuese e turpshme, disa ligavec langaraj do të thënë që nuk kanë emra të lartë drejtësisë, çfarë kanë për të menduar e për të dhënë? Dikush që ka 16.000 faqe dosje vjedhjesh masive. Mos Lubia ka dhe video të stilit Epstein për shefin e saj, nuk ka rëndësi. Ajo duhet arrestohet, vendi i saj është ngjitur me velinë dhe edhe me ish presidentin Meta në burg për të dhënë llogari. Ndonse me Metën duket që është një hakmarrje më shumë nga Rama. Megjithatë, SPAK drejtohet dhe ndihmohet nga 20 vetë të FBI-t. Follow the money. E njëjta gjë duhet ndodhë me Spiro Pali me parat e saj. Në Kanada, indicjet janë përmes lidhjeve me një oligark të lartë shqiptar. Dhe 10 shkurti do të tregoj forcën. Do të mbahet fjala që do të ngujohen. Pra, do të kemi protestat si në Bullgari, si në Greqi, si në Francë, si në Bangladesh, sepse Rama është e keqja më e madhe për shqiptarët. Vija kuqe është kaluar me kohë. Rama me miliarde dollar të vjedhur, ende të shkretëtirave të vendeve arabe, kontakte me çefutët për të garantuar një ftesë në Mar-a-Lago, nuk po e merr. Dhe karshillik po i bën dhe Spiro Pali. Rama është në një situatë shumë të vështirë, sepse në zyrën e Trump kanë shkuar akuzat për narkoshtet, krahasimet si Noriega dhe aq më tepër shuplaka që u dha për Davos. Nuk po flet më askush për bordin e paqes, sepse duket që njerëzit afër Trumpit e gabuan presidentin e madh në këtë rast. Megjithatë çdo gjë ngjet, çdo gjë ndodh, por shqiptarët duhet vendosin vetë. 10 shkurti është sinjali i parë. Unë kam thënë disa herë, Republikë e Re, shkrirje e gjykatës kushtetuese, shkrirje e gjykatës të lartë, shkrirje e parlamentit, këta që janë në parlament mos kenë drejt, jo ty në parlament po mos banojnë dhe në Tiranë, po të ketë mundësi, dhe kush kapet me korrupsion shtetëror, pushkatim, si në Singapore. Nuk ka zyrtar të lartë më thjeti korruptuar, e turpshme, vjedhje, korrupsion është vele madhe. Ata janë hajdut, Alibaba me 40 hajdut. Një figurë që
na bie si ministër të jashtëm me figurinë të tilla që na ofendojnë të gjithë, na turprojnë. Për 4 shkurtin kam materialin nga Tanush Mulleti. Ja u kthej përsëri. Përvatur ta përdor duke thënë se janë vrarë 84 vetë, por asnjëherë nuk u provua një listë me 84 emra. Tanush Mulleti ka hyrë në arkivat komuniste dhe nuk gjen më shumë se 24 apo 25 të vrarë. Natyrisht që ne nuk duam të mbrojmë masakrën gjykatare të 4 shkurtit, por duhet të kthehemi pas në kohë. Në qoftë se komunistët do të konsideroheshin si terrorist, Xhafer Deva, ministri i brendshëm i ardhur nga Kosova, kishte të drejtë të përdorte terror ndaj terrorit kuq. Fillimisht nisi nga komunistët. Vran djalin e Isa Boletinit, Adem Boletinin, kolonel, familje e madhe, vran ministrin kosovar Ilia Zagushi, ku ka kishte Bujar Hoxha, dhe ata që vran Adem Boletinin ishin me origjinë slave, si Vasil Shantović, sepse kanë qenë dhe të tjerë me origjinë malazeze si Voje Kushić, Branko Katic, të cilët kërkonin të mbillnin farën e armiqësisë midis shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të Kosovës. Natyrisht që shqiptarët e Kosovës aso kohë ishin më burrnor, më tradicional dhe më të rrept. Kjo ishte arsyeja që gjermanët Kudo në Shqipëri. Në 4 shkurtit. Ka qenë luftë. Komunistë shqiptarë nuk e kanë kuptuar atëherë, se ishin 17-18 vjeça. Ata janë serbët janë shumë më përpara se na për këtë punë, po. Do të kamufluar. Edhe fillun. Vrasjen e parë bën Shkodër. Kjo kanë vrarë djalin kanë vrarë Adem Boletinin, kolonel Adem Boletini, djali Isa Boletinit. Tash të vrasësh djalin e Isa Boletinit, një patriotit që është e vërtetuar me më 4 ciprisht që ja vrash shkatru për Shqipërinë. Ka shku, ka përshnet vetë ngritjen e flamurit me vonesë. Nga faktorët kryesorë. Që historia jonë ka shku në kongresin, ka shku në Londër e tjerë, po, është e vërtetuar. Këtë shku në vranë në Shkodër. Kush e vrau? E vrau grupi komunist i Shkodrës. Grupi komunist i Shkodrës, ata që e kanë vrau, ata që shtinën, ata ishin njerëz pa shkollë, pa gjënç pa. Ata që e drejtoi Vasil Shanto. Vasil Shanto, me origjinë nga ishte. Vasil Shanto e ka drejtu operacionin. Nuk është puna kush e ka vra. Po ai ka kënë vetura tjera sa po është organizuar shumë bukur ai atentati po. Edhe sot kërkohet që shoqatat malazeze që janë këtu kërkojnë që të kthejnë emrat e vet. Për shembull, nuk e ka Shanto, e ka Shantović. Vojo Kushi nuk e ka Kushić. Jo ai Branko Kadić, se ta janë malazes, slav, origjina slave, kuptohet e punë. Këta të ashti, edhe të ashtë, kur po t'im ledhim këta emna, ne shofim që këta kanë origjinën për janë ne. Këta kanë lojën politikën me dashje, pa dashje të atyne, edhe u vralë. Më vonë, u vralë një këtu, ministri i Kosovës. Këtu janë vralë shumë, por ata kryesorë të vritet djali Isa Boletinit, ishte gjë. Qa bënë të ashtë Kosovartë, erë në Shkodër me mërë hak. Erë në Shkodër, bile atë natë që kanë arta, a vra një bik qërë komandantit Shkodrës, Shaban Zenelit, a i ka hapë dritare në derën, ka në zdit, qa bënë, pëse bënë i zhurë, se ata kanë arë për represion, pam, pushk, edhe ashtë raporti, i shkrum, pa kanë në disa burra, i jati, sidomos i jati i doktor Bekteshit, famshëm, profesor Bekteshit, jo mërë lasë kanë vrarë shkodrant, kanë vrarë komunistat, edhe u shukje punë. Fillon ta me vra,
shku në vranë edhe Ilyas Agushin. Ilyas Agushi ishte ministri kosovar në qeverinë e regjencës, do me thënë profesusi Kosovë, një personalit, një patriot që është 1912 kështu. Bila i pritte të kosovarët, i pritte për me lënë karakterin popullor, kështu ishte i veshëm, për kishte i Gjakoven, kur dhe me boj historinë, akademik, profesorët, se i kanë dalë zëtë saj punë, dashti, kanë dalë zëtë me boj historinë në Shqipënisë, e keken, s'keken, qa keken, ja kam kena ndar partijet, ka eken Verogja, ta riverë, ta lenit të muhabete, e din kush e ka vrate? Thuje. Për arsye pse, kur për shembull një atentator ka marrë gradat e veta, ka marrë ofiqet e veta në parti, edhe kur e ka shkruajt aty në biografi e ka shkruajt, unë kam bë këtë, kam bë po. Edhe po kështu vazhdoi kjo vrasje. Të vrasësh Ilyas Agushin, të vrasësh djalin e Adem Buletinit e kështu. Atëherë çfarë bën këta? Shkuan e vranë edhe nipin e Xhafer Devës, a dështën me vrarë Xhafer Devën gabimisht vranë atë. Në 3 shkurt. Atëherë dul artikulli gjaku dën gjak, terrori dën terror. Tashti ne do flasim për disa kosovarë, tash unë nuk e di si janë kosovarë, se pa ata kosovarë para 40 kanë shumë të rrep, se e kanë di se shashliria, e kanë fitu lirin, s'kan pas drejt me bëha gjak, në kohën, me qua gjak, s'kan pas drejt me qua flamurin, në ata kohën e parëtërëm, kur bëshin ndarsme, ka pas disa regula, edhe ka bëj. Ka pas Qazim Ulleti gisht? Këtë e ka bërë direkt Xhafer Deva si ministër, bashkë me grupin e tij, edhe si reprezalje, si terror për këto tjerë. Qeveria saj kohë, të nesmen, o bë për Shëzërbali, se kanë filluar informacionet, a kupton? Ka pas reagime. Ka marrë informacionin, policia, informacionin, prokuroria, është bë grupi prokurorëve, edhe me në prokurorin e përgjithshëm, edhe prokurorin e Durrësit, filani, me mbiemrin Gjini është prokurori i shtetit. Fatja përpara, po, një aty mrapa. Është e ka emrin. Edhe ky grup ka marrë danë tash. Si është puna? Ku gjetën të vram, të 2 këtu, 1 këtu, 3 këtu, 5 këtu, edhe a grumullua bën, a diskutu qenë sauk pas sa keni repartu ushtarak gjerman. Mos i kanë vrarë gjerman. Këta është bërë hetim. Trupat e këtyne, sa për djeni, janë morë gjithë, janë qunë morgun e spitalit. Dhe më në 4 shkurt, trupat... Aty ka qenë një, pasa qenë një specialist doktor italian, njëm që është shqiptar me emër. Edhe janë vrarë për armëve, edhe kanë plumat, i kanë treguat apo. Tash mos janë plumat e gjermanëve. Prefekti ka dhënë urdhën, me autorizim është aty, janë verifikuar që s'ka pas punë me gjerman. A vërtetu katërcipërisht, nuk ka pas punë gjerman me këtë punë. Nuk kanë pluma gjermanësh. Po të kishin prek komunistët, po të kishin prek gjerman, gjerman bëshin borova. Po nuk është punë, nuk ka punë gjerman që ka punë, do të me kanë vërtet, sakt. Më vonë, edhe është bë një komision i bashkisë me nënkryetarin e bashkisë filan, edhe janë bërë zhvarrimet, janë bërë gjitha është marrë shumë seriozisht. Është marrë shumë seriozisht. Është plot e përcaktuar gjitha. Sa të vram kanë qenë? Tash dalim tashti se ishte ka qenë është qyt nga qeveria, është qyt ngjarje e rëndë. Me difrashi ka thirrë ministrin e brendshëm të asaj kohe. Xhafer Devën, edhe ka marrë qendrim, duhet me pranu këtë punë, edhe ka thënë, djali mirë, ata bëjnë terror. Po unë jam kryeministri, unë se jam regjenti shqiptar, nuk mund të bëj terror se janë shqiptarë ata të vrasin. Çka ka thënë Xhafer Deva? Ishte për detyrë me kap, me çu gjyq. Çfarë tha Xhaferi? Edhe në kujtimet e veta, raporti final i Vermatit thot i pjesë e qeverisë nuk e kishin qef autoritetin e fortë Xhafer Devës. Po, edhe ju bë qefi kur u thy. Edhe thot ishte i fortë shumë, ishte shumë i rrept, shumë i drejt, i pa korruptueshëm, edhe e detyruan thot i këta me ik Xhafer Deva. Kur iku Xhafer Deva nga Tiranë, filloi me lulzu. Mbas 4 shkurtit iku? Iku, ma vonë, e detyruan mas e shkoi në Kosovë. Iku e la punën edhe shkoi në Kosovë. Tashti e la. Çfarë ndodh tashti? Lvizja komuniste këtu u zhvillu. Bile fillun taksat e tregtarët, si më thon, Gjobat. Pishin ambulana dhe ambulana kështu, se në atë kohë deri atëherë ishte, kjo është e vërteta historike. Do sa të vrarë dalin 20 sa. Gjermanët nuk janë përzi, qeveria saj kohë ka marrë qendrim, edhe ka qenë ngjarje e rëndë.
se të vriten, po. Gjaferi e Tashti të flasim burrash, më flasim ne jena qytetar, jena burrat vjetër tashti, po. Është ngjarje e rëndë kjo, qeveria saj kohë ka qenë ngjarje e rëndë. Ko lufte të bo kjo punë. Po ti kur vraven 51-shin, me gjykata, me policitë tanë, me gjithë, i vraven ambasadën, pa gjyq, pa gjanhiq. Po kjo është 100 herë ngjarje më e rëndë. Mehmet Shehu që ballistët gjatë. Po kur vraven posrribën, mirë ke kapa ata që kanë kërë, po ti ke djek fshatrat, ke vra njerëz pa fajshëm, që s'kan pas hiç lidhje me atë ngjarje. Pra ne do të them vërtetën. Gjatë kësaj kohe ka qenë libër ky profesor Arben Puta, të janë akademik, më rëzatmi. Të qesin libra, si këta libra, këta deklarata, sa është akademik, burri boc, në shumë vende, shumë raste, shumë paragrafe, janë kundër Shqipërisë. Sot. Veteran luftën e Shqipërisë, populli shqiptar, 2011 ka dhënë 29. Kurse, organizata kombëtare e invalidëve të luftës ka dhënë 30. Prokuroria e shtetit e 44 ka dhënë 14. 44. Tashti po kapim që prokuroria e shtetit e kam pro Gjafer Devën. Pa supozojmë s'ka pas lidhje hiç me Gjafer Devën e punë. Se nuk kanë marrë prokurorin e Tiranës, kanë marrë prokurorin e Durrësit me difrashje ato. Kaq të mençëm kanë qenë. Shikoj tash. Po kapim parin. Ali Visha ka qenë një djalë trim, komunist, atentator, po, futbollist. Po kapim vetëm çështjen si futbollist. Ky nuk ka kap me 4 shkurt, asa vra me 4 shkurt. Ky ka përpara. Se ky akuzohet se ka vra Aziz Qamin. Aziz Qami, në atë kohë, ai që ka bote të zogut, ose komandanti, një nërkomandanta që ka marrë himare 1920-ën, që i thot Petra Marko, ato që kanë në se kishin hyrë grekt atje. Kishtë ardhë ajo Ania Luftaraka aty në himare, e tjerë. Edhe ky, kur u vra Lepenica, po shkote komandant i forcat ballë kombëtar për jugun. Tu shku në shtëpi, si ka kënë zakon me hyke i furë, me marë në sinite në i gjanë për vit, a i furtari me hemen, i ka thënë tje, dikur që filoni, edhe këj ka dalë pam e ka vra, i ka që ka kënë kjo punë. Me qenë që këtë tash flasim, mas 60 vjetë, të thëmë vërtetën pa. Kjo ishte një në shokë më të ngushtë që Azimulletit, Aziz Qami. Ose i të atentati ka qenë dhe qazimin atentatën ndaj zogut. Kishte marrë pjesë në ngjarjet e 1920, pa, Kongresin e Lushis, luftën e Vlorës, ishte dikush, nuk ishin personet ashta, e gjetën kush e ka, po, edhe e kapën atë Ali Vishën. Kanë kap Ali Vishën në disa tjerë. E kanë torturu? Unë kam pa njoft një në Lesh, që kishte karta bianca, Riolli, të mërshëm, shef i sigurimit të aken, ka pas karta bianca, me vra këtë dush, po, edhe ajnë 66 më ka tregu këtë histori më vonë. Si historia lidhet vetë edhe del. Gjatë se kohë, skuadra e futbollit të Tiranës e kështu, lushin me skuadrat italiane edhe me skuadrën gjermane. Një këtu unë kam pru një dokument zyrtar. Gjermant kishin lujt me shqiptar, futboll. Ja, dokument. Ja, tregoj unë kam. Ja, dokument. Një muj para se me hy komunistat Tiranë. Një muj është, mrapa është Hotel Dajti, ke fusha shallvareve, edhe të nëru me nërimin e zogut, se regjenca ishte mbretënia, do vite zogut, legislacioni ishte i zogut në kohën e gjermanëve. Pra ishte gjallë. Problemi ishte si del dashti, problemi. Djali Gjajstem, Reshit Mulletit, djali Qazi Mulletit, thot, unë kishe mësus fiskulturet Adem Karapicin, trajner i futbollit të Tiranës. A i më thot, du i takim me babën. Me prefekt Qazimi. Unë fëmijë, tha po, Ademi, më thot, mu të thuj, babs ka qef profesori. Me taku profesor. Edhe unë shkoj e them babs, thot, ka thëmë, profesor, më s'ke bone i gjamën, thot, më s'ke bone i sharë atje në shkollë. Qazimi. Thuj filan dit, filan orë. Unë e shëshnova vetë. Shiti. Pa. Edhe, që ishte problemi? Problemi ishte, i thot, babs ti, prefektit, i thot, e disë është pune, ne dë luj me Gjermanët. Ne dë luj me Gjermanët. Gjermanët, i herën e parë këna dalë barazim, i herë këna marrë të ashti. Ata kanë shku e kanë përforcu ekipin, kanë marrë portierin e Bajrit Minut, që është ushtar në Sofje, e kanë prunë Tiranë. Tashti ne kemi një 3 lojtarë
si ju I keni futur burg. Ta arrestu. Po thot, kush kanë ata? Filani. Për këtë parë një ka thënë, Për Ali është terrorist. Ali Visha ishte një futbollistat më të mirë që ishte formacion. A kupton po? Këtë nuk mund ta lëroj thot. Se ka bërë hikte. Po I thot ai, po si morë bori thot, nipin e Biçakut keni bë komunist, Vasil Biçakun. Pse si mastet nuk është komunist I thot? Ja. Ha mirë, thot. Kemë pa. Bjen zile si thot aty të policisë, ma bja dosjen e tij. Vasil Biçakun me grush në qet. Po tash kjo profesor. Po çoditem. Nipi I kryeministrit kishte shkuar atje. Atë pas Elbasanit apo, ha? E ç'është e vërtet? Ky edhe mas 45 luajti me Partizanin, Vasil Biçaku luajti pa. Po ky treti, këtë po ta jap thot, edhe hynën informacion kanë luajtur. Do të arrestuam Ta komunist. dy tjerë të liroj tha, edhe I tha. Merri këta tha se. U kthyen prap apo u Edhe liruan ne për kena fare? mujt atë ditë 6-2 Gjermaninë. Edhe dicitura është dërmimi I Wehrmachtit. 6-2 ka fituar. Është Edhe 16 në 16 nëntor 44. Një dokument zyrtar, domethënë. Ali Visha, ne do ta pranojmë. Është vra, po nuk ka vra për katë shkurtin. O vra më vonë. Edhe kështu. Këta ç'a bëjnë? Këta shkojnë e qesin që pje atentatori këtyne katë shkurtit është Osman Kazazi. Edhe e kanë qitë gazetat atëherë. Po këta veteran, tu e politizu punën, tu e bën. Shkojnë e qesin, thot e ka vra, Osman Kazazi ka vra vëllezërit Huta. Të se dinë se Hutat janë kushime Në Kazaz. Familja Huta ka vitin 90 e sa, që në 2000 qiti një deklaratë, jo mërla se ka vra, kanë vra ata Gjaferdevs, të Hutat. Kanë ka që I fort Osman Kazazi me shku ke Gjaferdeva. E di çfarë distancet ka pas Gjaferdeva me këta tjertë. Ky pas sa ka 20 vjeç, 18 vjeç, Gjaferdeva burr 40 vjeç. Kush është Gjaferdeva e kush është Osman Kazazi në atë kohë. A kupton? Po rrit ai me trije me kështu po. Osman Kazazi dum ka hyrë në historinë e Shqipërisë, histori botnore. 40 e sa vjet burg më tani. Një njeri që ka luftu. Edhe pas një pik hakmarrje. Po, s'kishte hakmarrjen, ishte njeri se e provoi, sa ishte kryetar. Një këta që shkruajnë kështu, me paket një tjetër, në këtë rrëmuj që ka kënë Shqipëri në 92-shin, në 97-ën, ishin vra, a kupton? Problemi del që, atë figurë që në bota, Osman Kazazi, është qytetar njeri Holandës. Ai bus që është aty, nuk e kanë bo shqiptarë, të kanë bo holandesë. Ne nuk e dim se vlerat shqiptare, vlerat që kena disa vlera. Kush e kjo? Një kjo vlerë. Që me thonë, shivi njëri, ka po 20. Kjo, budal, është njëri I mirë, se s'ka të mundësi, se një njëri po 20 vjetë, mësë me kenë hakmarës. Por ata kur erdhen, kam kenë vetë, kanë kenë një 10-15 vetë, ata holandesë me doktora, kështu e kanë peshu mirë disa mujë. Kudo në Shqipëri. To ishin që mas 24-shit, citi Enver Hoxha ishur, ne do të marrim hak për katë shkurtin, edhe kërkojmë kush janë listat, kush janë vrat bin. Të është si kena zakonisht që me emna, që me thonë ne kena kënë, tu janë disa emna grash, femnash. Tash, drejtësi të hajtë femnat s'kan pas punë hishme të se. Karakteri shqiptarit, nuk kanuni, nuk ka pas punë me femnat atër. Do të be pranu, I pas kanë vëra këto për. Këto të është I mojnë lisat e njerëzve që janë vëra nga bombardimi angles 23-shin. Në zonën... Kur kapitulloj Italia, shqiptarët të suditë se që është kështu, në nënën angles edhe bombardun deri ke radja vjetër e shkodë, ke rruga ka vajsë, kanë arë deri qanër, kanë bombardu. Edhe në vra 55 vetë, dihet e emnat aty në që në vra, sa o bo raporti. Mund t'jenë një 30-20 sakata, dikujt pa dore, dikujt pa kam kështu, dihen emnat. Këta emnat e ty në të shkëni fusin këtu.
mërzatni, ata janë gjatë tjetër, janë viktima të luftës. Jo dëshmor. Edhe në atë kohë, u tha që i kanë vrarë Gjerman, bombardimi Gjerman. Ta kishin fotografuar aeroplanet dulen në Anglisht, vorë me në Anglisht e kërkun faljes. E pranun. Gabimisht. Gabimisht deri në qendër Tiranës s'kanë gjujt Anglisht. Janë vrarë 55 vetë. Po. Ne, edhe sot, ideja jeme, këta që merren me histori, që duhen me bëj histori, edhe ka drejt kryeministri që thotë do të rishiku se Akademia Shkenca ose Instituti Historisë. Njerëzit janë gjallë sot. Për shembull, ti ke qitë jemi këtu të organizatave frontit. Shkoti thotë më, qa ke pas atë, ke pas vlla, halla, xhajo, qa ke pas pa? Ku vraj? Edhe se do të më thanë vërtetën. Edhe ku, në cilë vend? Po të thotë tjetër avrak e rruga ka vajzë. Pse sa në raport aty? Ashtë e katonari atje, kësa shtu, a kuptën, gjehet ja. Ose dihet lista kur janë shregistru në gjenet civile, se gjenet civile ka shregistru këta, punën jashtë zakonisht, në regull e gjenet civile. Asaj kohë, përse ishëm vëndi pushtuar. Pak për Tiranësit. Dihet ku janë vorët. Sojlet, po, Xhemal Sojli, hutat janë vra. Xhemal Sojli e vra hutat, Xhemal Sojli që ishin baza e luftës, nëse në shqiptare këtu, luftës komunistave, i vrau i shkatroj ma nejën Veroqa. Mrap. I shkatroj kështu. Pse? Ta se kuptojshin se në Veroqës këte i shqin men. Qa ke bante, mërë, ti ke ne të shpi, ne në vrajnë, ne kena luftu, ta kuptojshin se kanë fitu këta, edhe të bëjnë, nuk e ditë se këta ishin po gati për me hynë furë, se i shqin men këti, nesër kur të ballafaqojshin me te, kush jeti, kush jam unë. Unë kam luftu, unë kam lënë 2 vram, këtë tjetër ka lënë 4. Po ti mërzët një, kene kam për mi kam, edhe ma bukur është parakalimi ti me 28 nënor me bark. Po ta shofim fotografinë në Veroqës, shifem me qenë, shifa tjetërin, dobët, këj me bark, dhe me thonë, vetëm i këtë, në qofë se ti është mali s'ka bark. Gjim, fiskultur. Falsifikimi vazhdon. Në këto falsifikimet edhe kam lexuar këtë Blendi Fivziu që ka qitë për në Veroqën, e laj tjetri, që thot, ose ky edhe Arben Puta tonë, për shamë rastin e General Davis. General Davis nuk e kanë blagosë, nuk e kanë kap ballistat, që thot ky. General Davis e kuptoi se kush është në Veroqa, a ne kam malet e Librazhit, është e provume historikisht, dokumentarisht, me gjyq ndërkombëtar, po. General Davis u rrethuaj shtabi kryesortu, edhe këta s'kishin rrugë tjetër vetëm një malit atje me bore, gazep, pasa kënë atje. Mirë po, në zonën e Librazhit, ata fshatarta, kryeplesta, ata i ka thonë, nuk do na trazir. Nuk do trazime se na prishën pronat e na digjen e këtu. Edhe pas kanë ndonë leje, s'pas kanë ndonë leje, ka të kalojnë partizan, pas kalojnë partizan. I dita, kanë shku që pa bëhat, tu luftu me këta, ka hangër i plumë. Davisin e kanë nënë aty e ka ik. Partizan. Në Veroqë tonë. Kur e kanë kapto, se kanë ditë se kush e ky, i ka thani, ndërzoni ke Gjerman. Si më ndërzoni ke Gjerman? Ma ne këta, me gjëse pari e venit ka kemë, se ka ditë se e lojë. Edhe kanë shku tashmë, po mërë në veshtijer me ke, me të Elbasanit. Ibrahim Biçaku ishte kryeminist. Si është Davis? Bjerë shpetu, që kena hekta me që me mushka. Me si në Tiranë? Me mushka kështu. E ka dërzu në Hotel Dajti, këtë Gjermand. 2 doktorë shpet, i pështu në kamën. A i vetë thëmë dërzoni këtë Gjermand, se e pa o që këtë dhe me më vëra, edhe ishte më i sigur të ishte këtë Gjermand. Gjermand e në runë, që e kanë zakonë. Sot Davis i që gjallë edhe erdi, mas 25-ës, ky Aziz Biçaku, me djallë kanik. Kanik, se ky që kishte më tërë. Në Veroqë e shën emnët në listë, i thotë, kjo është terrorist, se ka vra Filani. A i kishte rujtë pusullën e Davisit, edhe e kanë kapë në Turqi. E kanë thënë, hajde në gjyq, i kanë thënë, a gjallë e Davisit, Davis. Thyrë një generalin, e kishte ardhë pakot, i shosht. A i ka vdek, bile, djali këti ka vdek vjet ka vdek në Bruxelles.
Nipi ti ka po 40 vjet internet. E kam pas në emision. Iliri e ka thënë këtu që kjo është e vërteta. Këto kanë rrejt, ka që bukur, sa që i besojnë edhe rrejnave më zëtë. Shtypi majt. Është në Shkodër i fjallë e bukur. Shtypi majt. është i fjallë, do me thanë se, ka hynë njeni pazarin e Shkodrës, ka qiti rrejnë, të hynë pazarin e Shkodrës. Pazarin e Shkodrës e der ka kënë me 2.000 sa dyqane. Kur ka dalë fund pazarit, mas janë 3 orë, e ka hangë rrejnën e vetë. Edhe kjo punë, këta jenë mësu gjithmonë, por sët, historia dënë dokument, dënë fakt. Gjafer Devën, si du të shohin shqiptarët? Si kriminel? Una? Gjafer Devën. Për Gjafer Devën të ashti, unë të ashtë, kusha Gjafer Deva? Se Gjafer Deva, pavarësisht se këtu, ka luftët, edhe kalohen ata, se për thonë, kompetencat e gjaktet e nëzetet, të ashtë, që ka bo për Shqipnin, për Kosovën e, që ka bo? Nga dihet që kryetari pari i bashkisë Mitrovica është Gjafer Deva. Në kohën kur Mitrovica ishte me serbët. Me serbët, po. Kohën e Gjermanëve këj lujti ka që bukur që mujtë se ne, ju duhet të dini që edhe kur u bashku Shqipëria me Kosovën, Mitrovica kishte një status... Mitrovica ka pas status veçantë. Ishte si autonome. Ka rrezik lufta po bëhet. Prap me këtyta i statusi kosë Gjermane. Dhe kishte pjesa sërbe. Me statusin Gjerman, unë e kam atë status, e thot, kryetari bashkisë do t'jetë shqiptar, në kryetari do t'jetë sërb. Bonin reprezialet mëlle sërbet kundër shqiptarve. Dulen zot Gjermanët, nga dulen zot. Ma ne kur ranë sërbet, deshte me bërë reprezialje shqiptarë kundër ty në hynë Gjermanët. Ja, është e kena këshu. Kja, e vërtetume. Ka bën një aktivitet jashtëzakonshëm për shqiptimin me atë Krasniqin me këto që ka kënë ministri i arsimit. Lidhja kryetari lidhjes dytë Prizrenit. Tashti kush është Gjafer Deva? Ta dim këtë tjerë se dikush thotë s'ka shkollë, kupton? Ja inxhinier. Unë kam marrë një librin e tij që ka shkruajtur profesor Xhep Krasniqi. Profesor Ago Agaj që ka vdekur në 84. Profesor Zef Neka edhe Idris Lamaj. Kujtimet e tyre. Edhe flet për 4 shkurtë. Ishin kohë të vështira, kohë luftët, dhe me thënë që e pranën. Edhe, ky ka kry Robert Kolegjin e Stambollit. Ma ne ka shku, ka punu në bankën e Egyptit. Kudo në Shqipëri.